se cili nga ne protestuesit ka një detyrë, ta mbrojmë këtë protestë. Dhe mbrojtja më e mirë është ta ruajmë të paqët protestën, jo të dhunshme. Dhuna intereson Ramës dhe Berishës. Nëse nuk jemi vigjilent dhe rrëshqasim në dhunë, dështon plotësisht misioni historik i kësaj proteste, që është misioni të cilët është largimi i establishmentit, fundi i këtij tranzicioni. Dhe ky tranzicion do sqaruar më mirë, nuk është thjesht tranzicion, është një diktaturë oligarkike. Është ngritur në nivelin e një mafjes kombëtare. Dhe koka e mafjes është vetë qeveria. Ndryshe nga tirania komuniste dhe tirania e sotme oligarkike, që na imponuan kultin e individit. Një nga pasurit që solli kjo protest është, për të cilën do të hyjë në histori, është aplikimi i demokracisë pjesëmarrëse të drejtë për drejtë nga ne, populli. Rrëzimi i Ramës është detyrë e protestës, jo e institucioneve që mund të ngrihen në emër të protestës. Pasi protesta të realizojë rrëzimin e Ramës, atëherë të ngrihen institucionet, qoftë edhe kuvendi i protestës. Kjo është vlera që solli kjo protestë, demokracinë e drejtë për drejtë, demokracinë që duhet të vijë nga ne, populli.